إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أفلندرojmë Allahun e lartësuar, e lavdërojmë dhe madhërojmë atë, e njëkohësisht e lutim që të na ruaj dhe të na mbrojë nga veset dhe gabimet tona. Atë që Allahu e udhëzoi në rrugën e drejtë, askush nuk mund ta humbë prej saj përveç tij. Dhe atë që Allahu e humbi nga rruga e drejtë, askush nuk ka mundësi ta udhëzojë në të përveç tij. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut. Pra ai është Zoti i vetëm që i meriton të gjitha adhurimet, përgjërimet në nështrimet tona. Kjo sepse ai nuk ka birë dhe as bashortë, nuk ka ndihmëtar dhe as ortak, nuk ka të barabartë dhe as të ngjashëm me të. Gjithashtu dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është robi i Allahut dhe i dërguar nga ai për mbar njerëzimin. E lutim Allahun e lartësuar që salavatet dhe selamet e tij, falet, lavdërimet, mirësitë dhe bekimet e tij të jenë për profetin ton Muhammed, familjen dhe sahabët, shokët e profetit, por edhe për të gjithë besimtarët e tjerë musliman deri në fund e në vijim. Allahu i lartësuar na urdhëroi të bindemi atij dhe premtoi për çdo kënd që e bën këtë gjë, falje dhe shpërblime të mëdha në dynja dhe në ahiret. E në të njëjtën kohë na kërcënoi dhe na paralajmëroi me ndështim të fortë, të dhëmshëm, për çdo kënd që e kundërshton atë, si në dynja, ashtu edhe në botën tjetër, në ahiret. Në Kur'an Allahu i lartësuar na tregoi se qëllimi për të cilin ne jetojmë, qëllimi për të cilin ne erdhëm në këtë botë, qëllimi për të cilin ne u krijuam nga Allahu, është që t'i përkushtohemi atij. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Unë i krijova gjindët dhe njerëzit me qëllimin e vetëm që ata të më adhurojnë mua. Që ata të më adhurojnë mua. Pra Allahu i lartësuar na krijoi për veten e tij. Jo se ka nevojë për ne. Jo se ka nevojë për adhurimin ton. Asnjë vepër jona e mirë nuk shton diçka nga sundimi i tij. Dhe asnjë vepër jona e keqe nuk pakson diçka nga sundimi i tij. Ai është i përsosur dhe i përkryer, i pa nevojë. Ne kemi nevojë për të dhe ai nuk ka as pak nevojë për çdo kënd nga krijesat e tij. Por na krijoi që ne ta adhurojmë, sepse do që të lavdërohet, të madhërohet dhe ai e meriton këtë gjë. Prandaj na urdhëroi ndër të tjera në Kur'an që ne me tërë qenjen tonë, me angazhimet tona në këtë botë, të jemi të kthyer tek ai. Fefirru ila Allah, kthehuni, nxitoni për tek Allahu. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Kthehuni Zotit tuaj me falje, me vepra të mira dhe dorëzojuni atij. Dhe dorëzojuni atij. Pra na urdhëroi që ne të jemi të kthyer tek ai, që të ecim në rrugën e kënaqësisë së tij. Por cila është kjo rrugë? Cila është mënyra apo si është mënyra të kthyerit tek ai?
Vetë Allahu i lartësuar në një hadith madhështor qudsi na tregon të gjë në mënyrën më të bukur, më të qartë, duke thënë: kush i shpall armiqësi mikut tim, unë i kam shpallur luftë atij. Robi im nuk më afrohet mua me asgjë më të dashur tek unë, se sa ato që i kam bërë detyrime për të. E vazhdon në robi im të më afrohet mua me vepra nafile, vullnetare, derisa unë e dua atë. E kur e dua atë, bëhem dëgjimi me të cilin dëgjon, shikimi me të cilin shikon, dora me të cilën kap, dhe këmba me të cilën ecën. Nëse kërkon, patjetër do t'i jap, dhe nëse do mbrojtje prej meje, patjetër do ta mbroj, dhe nuk kam hezituar për asgjë që bëj, ashtu si që hezitoj për marrjen e shpirtit të besimtarit. Kjo, sepse ai e urren, nuk e pëlqen vdekjen, dhe unë urrej ta lëndoj atë. Ky është një hadith madhështor që çdo musliman duhet ta di, sepse janë mbush zemrën me madhërim, me shpresë, me frikë respekt, me dashuri për Allahun. Edhe ka pikë referimi në rrugëtimin e tij për tek Zoti. Thot Allahu i lartësuar: kush i shpall armiqësi mikut tim, unë i kam shpallur luftë atij. Të jesh mik i Allahut është fitoria më e madhe, suksesi më i madh. Dhe të gjithë muslimanët janë miq të Allahut, por jo të gjithë janë të barabartë në këtë gjë, sepse dhe imani i tyre nuk është i njëjtë. Sa më i bindur, sa më i përkushtuar ndaj Zotit, aq më shumë je mik i Allahut. Dhe aq më tepër e fortë është miqësia e Allahut me ty. Dhe sa më e dobët të jetë bindja, përkushtimi ndaj Allahut, sa më të shumë të jenë gjunahet, aq më e dobët është kjo miqësi. Por cili është rezultati, fryti, kur Allahu të ka ty mik, dhe Allahu s'ka nevojë fare për ty dhe për mua dhe për askënd, por e bën të gjë nga mirësia dhe dashuria për besimtarët e tij. Dhe kur Allahu të nderon, askush nuk mund të nderojë si ai. Dhe ky është nderim nga Allahu për krijesën e tij, të dobët, të vogël, me gjunahe. Kush i shpall armiqësi mikut tim, unë i kam shpallur luftë atij. Prandaj kujdes kur lëndon besimtarin, sepse ky hyrë në konflikt me Allahun. Ata të cilët vrasin muslimanët janë në luftë me Allahun, dhe do ta vuajnë patjetër pasojën, shkatërimin e kësaj lufte me Allahun, si në dynja, por edhe në ahiret që i pret dënimi i dhëmshëm, i padurueshëm, i përjetshëm. E sigurt. Robi im, dëgjojini mirë tani. Dëgjojini me meditim, me mendim duke u thelluar. Robi im, thot Allahu, nuk më afrohet mua me asgjë më të dashur tek unë, se sa ato që i kam bërë detyrime për të. Ka prej urdhrave, rregullave fetare që janë obligim, detyrë, çdo detyrë që patjetër duhet i zbatosh. Dhe nuk lejohet shmangja prej tyre, lënia pas dore e tyre, mos veprimi i tyre. Këto janë veprat më të dashura tek Allahu. Do të afrohesh tek Allahu, do të jesh i përqendruar në rrugëtimin për tek ai, kontrollo detyrimet. Detyrimet që Allahu t'i ka bërë, t'i ka kërkuar nga ty. E para prej tyre namazi, 5 namazet. Një vepër e lehtë, e thjeshtë në pjesë të ndryshme të ditës dhe të natës, shtyllë e dytë e Islamit,
Gjëja e parë për cilën do të japësh llogari, por me shpërblime madhështore. Sa herë falesh, shtohet dashuria e Allahut për ty. Sa herë falesh, afrohesh tek Allahu. Sa herë falesh, forcohet miqësia e Allahut me ty. Forcohet miqësia e Allahut me ty. Pastaj agjërimi dhe urdhëresat e tjera. E vazhdon robim të më afrohet mua edhe me vepra vullnetare. Pra përveç obligimeve ka besimtar që bëjnë edhe adhurime nafile vullnetare, që s'janë detyrë, por ai janë të pëlqyeshme, ai do t'i bëj. Sunetet e tjera. Dhe kur e bën të gjë, zbaton obligimet, bën edhe vepra të tjera vullnetare, nga vetja e tij, edhe të si ka detyrë, ai e di shumë mirë që si ka detyrë, por do ta adhuroj Zotin e tij, do t'i përkushtohet atij, i kërkon shpërblimet e Zotit bujar, atëherë cili është rezultati, cili është përfitimi, thot Allahu i lartësuar, derisa unë e dua atë. Si fitohet dashuria e Allahut? Me dua dhe duke bërë gjunafe? Ja, dashuria e Allahut fitohet me dua, për duke bërë vepra të mira, duke ju larguar gjunaheve. Dhe të kesh me vete dashurinë e Allahut është pasuria më e madhe. Të dojë Zoti i gjithësisë, mbrojtësi më i mirë, ai që nuk të zhgënjen kurrë, ai që nuk të lë në balk kurrë, ai që të krijoi kur je i sëmur të shëron, i përgjigjet lutjeve të tua, kur je në hall të nxjerr nga halli e tjerë, Zoti i mirësive të mëdha. Kjo është fitoria më e madhe, pasuria më e çmuar. Kjo është një çështje që duhet ta preokupojë muslimanin e mirë, si ta fitoj dashurinë e Allahut. Si të jem nga të dashurit e Allahut. Sepse nëse Allahu të do, nuk të dënon, por të jep xhenetin. E kur e dua atë, dhe kur Allahu të do, çfarë ndodh? E kur e dua atë, thot Allahu, bëhem dëgjimi me të cilin dëgjon. Cili është kuptimi? I jap sukses që të dëgjoj vetëse hajrin. Ja ruaj dëgjimin nga haramet. Shikimi me të cilin shikon, ja ruaj syrin nga haramet. I jap sukses që të shikoj me të begati të Allahut vetëm atë që kënaq Zotin e tij. Dora e tij me të cilën kap, nuk bën me dorën e tij zullum. Nëse është në punës, nuk e merr rishfetin. Nëse është mjek, nuk e merr rishfetin. Nuk firmos gjëra që janë zullum. Nuk godet padrejtisht, nuk vjedh etj. Por dora e tij është në bindje ndaj Allahut. Këmba me të cilën ecën, nuk shkon në vende haram. Në këmbën e tij, me gjymtyrën e tij, nuk e kundërshton Zotin e tij, por gjithmonë vetëm në atë që është në kënaqësinë e Allahut. Pra të jep Allahu i lartësuar sukses që tërë trupi jot të veprojë atë që kënaq Zotin e tij. Tërë trupi jot, gjymtyrët e tua, shqisat e tua, të përkushtuara, të dorëzuara, të kthyera nga Allahu. Jo vetëm kaq, por shihni mirësinë e Allahut kur e do robin e tij. Nëse kërkon, patjetër do t'i jap. Lutesh, bën dua, do t'i jap, thot Allahu. Mbaroj. Nuk ka interpretim tjetër, nuk ka hamendësim në këtë gjë. Dyshim. Jo, do t'i jap, mbaroj puna. Kush e tha këtë gjë? I plot fuqishëm, i plot pushtetshëm, krijuesi i universit, që se thyen kur premtimin e tij, mbaroj. Do t'i jap, tha Allahu, dhe ç'shtu është. Dhe ç'shtu do ta gjesh nëse e arrin këtë gjë. Dhe nëse kërkon mbrojtje nga unë, do ta mbroj. Dhe kur të mbron Allahu, askush nuk mund të bëj dot dëm.
gjithë dynjaja të mblidhet. Shtetet më të fuqishme, me armët më të mira, me të cilat frikësojnë njerëzit, kemi këtë, kemi atë, jemi kështu, jemi ashtu etj. Po të mbrojtja Allahu, asnjë grimc nuk të dëmtojnë dot. Dhe thot në fund Allahu i lartësuar, dhe nuk kam hezituar për asgjë që bëj, ashtu si që hezitoj për marrjen e shpirtit të besimtarit. Ai e urren vdekjen dhe unë urrej ta lëndoj atë. Ky hezitimi i Allahut nuk është në kuptimin e hezitimit që ndodh tek ne për shkak të një paqartësie, dyshimi, pasigurie, mosnjohje të mirë të çështjes që kemi, ta bëj mos e bëj, është kështu apo ashtu, të iki apo mos iki. Ja. Ky lloj hezitimi tek Allahu i lartësuar nuk është rrjedhoje e mos fuqisë së Allahut, e mos njohjes së Allahut. Ja, kurse si Allahu është i përsosur dhe i përkryer. Por është mëshirë nga Allahu. Allahu e do robin e tij besimtar dhe e mëshiron. Saqë kur i vjen momenti t'ia marrë shpirtin, nga mëshira e tij nuk do ta lëndoj robin e tij, sepse vdekja ka lëndime. Vdekja ka sikletë momenti i daljes. Allah na i lehtësoft dhe na dhën përfundim të mirë. Dhe jo se besimtari nuk do që të takojë Zotin e tij. Të gjithë besimtarët duan të takohen me Allahun, sepse e dinë që do të gjejnë tek ai falje, mëshirë, shpërblime madhështore. Por frika nga sikletet e vdekjes është tjetër gjë. Dhe është e natyrshme që njeriu të ndjejë frikë nga gjërat që e lëndojnë atë, e ndërto edhe këto të vdekjes. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Vëllezër të nderuar, xhamati i nderuar, asgjë nga çështjet e kësaj bote nuk do të na largojë neve nga Zoti ynë. Dhe asnjë njeri nuk ka justifikim që të lërë dispozitat, obligimet ndaj Zotit të tij. Dhe ajo që Allahu e bëri detyrim për ne është brenda mundësive tona. Dhe nuk na kërkoi në Allahu të gjë për të na rënduar, për të na vështirësuar, apo për të na privuar nga mirësitë e jetës së kësaj bote, përkundrazi. Prandaj të mos harrojmë qëllimin për të cilin jetojmë. Edhe t'i kujtojmë shpesh vetëve tona se shpejt, sado të jetojmë, sado gjatë të jetojmë, shpejt do të largohemi nga kjo botë. Edhe pas vdekjes është llogaria, është takimi dhe gjykimi përpara gjykatësit absolut, të cilit nuk i fshihet asnjë fjalë dhe asnjë vepër e jona. T'i kujtojmë vetëve tona ditën në të cilën do të ballafaqohemi dhe do të jemi lexues të vetë librit të veprave tona. Iqra kitabek, lexoje vetë librin tënd. Prandaj, përpiquni ta mbushni këtë libër me vepra të mira, sepse ato janë që do të na bëjnë dobi në botën tjetër. Sado i pasur, i fuqishëm, i famshëm të jetë dikush në këtë botë, këto nuk hynë në punë fare tek Allahu i lartësuar, por vetëm fjala, besimi i saktë, fjala dhe vepra e mirë. Prandaj ta lutim Allahun e lartësuar që të na ruajë neve nga mashtrimi dhe dhënia me teprim pas jetës së kësaj bote. Na japi neve sukses në vepra të mira, na i fali gabimet dhe gjunahet tona, na mbuloj neve familjet tona me mirësinë, falin, mëshirën dhe bekimet e tij. E lutim Allahun e madhëruar të na bëjë neve nga banorët e xhennetit, na ruaj nga zjarri i xhehenemit, na japi sukses në përgjigjet e pyetjeve të varrit, të na lehtësoj llogarinë në ditën e vështirë të gjykimit.
E lutim Allahun e madhëruar t'i mëshirojë dhe t'i falë të gjithë muslimanët të gjallët dhe të vdekurit për tyre, t'i shërojë të sëmurët tanë, t'i furnizojë të varfrit tanë, t'i udhëzojë të humburit nga ne, edhe t'i mbrojë me mbrojtjen e tij, me përkujdesjen e tij, me mëshirën e tij, muslimanët që janë në situata të vështira, në mënyrë të veçantë muslimanët në Palestinë. E lutim Allahun e madhëruar që ta shkatërrojë armikun e tyre dhe çdo shtet dhe çdo individ që i përkrah ata në të zullum dhe në të terrorizëm. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما وأقيموا الصلاة.